Po në Afganistan, pse është e detyrueshme që femra duhet të mbulohet? Atëherë, mendoj që këtë pyetje duhet të shkosh të pyesësh tek ambasada e Afganistanit ose ndonjë zyrë konsullate dhe mund të t'japin përgjigje. Ndërsa në këtë profil mund të pyesësh për çështje fetare. Pra, pse femra urdhërohet në Kur'an që të mbulohet? Atëherë, përgjigjen patjetër Allahu i lartësuar e jep në Kur'an, kur Zoti i Gjëtësisë flet për mbulesën në Kur'an, çfarë thot Allahu i lartësuar? Pra kur flet që femrat mbulohet, të lëshojnë mbulesën e tyre të kokës përreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen. Sepse normal, ka njerëz dashakeqës përreth. Dhe forma më mirë, krijuesi i gjëtësisë e urdhëron, nuk e urdhëroj unë. As burrat, është Zoti i gjëtësisë. Allahu i lartësuar ka urdhëruar edhe mashkullin të mbuloj disa pjesë të trupit të tij. Por femra është e krijuar e tillë që kërkohet prej saj të mbuloj edhe disa pjesë të trupit të saj. Dhe kjo që të jetë më e mbrojtur pra nga njerëzit dashakeqës. Në rregull, e more përgjigjen besoj për sa i përket aspektit fetar, ndërsa çdo vend ka ligjet e tij që ti pra nuk ti as në shtëpinë tënde ndoshta nuk i praktikon dot disa rregulla, e jo më të vish të diskutosh çështjen e shteteve të huaja.